Shërbimi neonatal në Tiranë dhe disa rrethe të vendit ka shtuar kapacitetet e kujdesit ndaj bebeve të përsalindura. Fal bashkëpunimit me UNICEF dhe disa partnerë në sektorin privat, 8 maternitete, mes tyre Spitali Universitar Obstetrik Ginekologjik Koço Gliozheni, janë pajisur me inkubator dhe pajisje për frymëmarrje të asistuar për shërbimin neonatal. Gjatë vizitës në këtë spital, Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala u ndal në bashkëpunimin me sektorit publik shëndetësor dhe partnerëve ndërkombëtar, duke cilësuar si mjaft të rëndësishëm në përmirësimin e shërbimit ndaj pacientëve. Emocioni dhe fakti që kur hyn në këtë strukturë, ndjesh të një strukturë që nuk ka asnjë ndryshim nga strukturat e tjera, europiane, botërore ku kanë punuar, kështu që kjo është një gjë shumë e mirë. Është edhe një shembull i një bashkëpunimi siç duhet të jetë midis spitalit, midis organizatave ndërkombëtare, UNICEF-in, faleminderit, midis bashkëpunimit privatit. Është një model siç duhet vazhduar përpara. Shumë mirë që keni një pavarësi menaxheriale dhe kjo është hapi i parë. Është shumë mirë sepse arrin gjërat të menaxhohen në mënyrë të tillë që të investosh në mënyrë inteligjente në bazë të nevojave që ke, jo në bazë të gjërave historike. Bashkëpunimi me UNICEF Albania përfshin jo vetëm mbështetjen me pajisje mjekësore, por edhe trajnimin e personelit në të gjitha maternitetet e vendit në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimit. Inkubatorët e rinj janë instaluar pranë Spitalit Universitar Obstetrik Koço Gliozheni dhe Mbretëresha Geraldin, si dhe në maternitetet e Elbasanit, Fierit, Dibrës, Pukës, Durrësit dhe Librazhdit.